Gjykata themelore e Prizrenit, e cila po shfrytëzon objektin e kinës ABC-n në Prishtinë, mbajti të mërkurën seancën në rastin e gjykatësve. Mbi 10 të pandehurit, shumica e tyre gjykatës rëndojnë akuza për tjetërsim të pronës shoqërore në pronë private. Bëhet fjalë për tjetërsimin e 15 rasteve të pronave të kombinatit KBI Kosova Export, që në bazë të prokurorisë janë përkthyer paligjshëm në emër të personave fizik, duke u shitur më pas. Gjykata gjatë seancës së mërkurës dëgjoi 2 dëshmitar të propozuar nga prokuroria speciale, që në këtë seancë përfaqësohej nga prokurori Robert Kuharski. Dëshmitarët Sherif Nëshliu dhe Sebere Berisha ishin punëtorë të ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Sipas dëshmitarëve, departamenti kishte bërë kërkesë për bordin e AKM-s që ndërmarrjen KBI Kosova Export ta hiqte nga mbikëqyrja e tij, pasi që nuk kishin staf të trajnuar të merreshin me punën që bënte ndërmarrja. Dëshmitari Nëshliu për një kohë të gjatë u pyet nga prokurori, por edhe nga mbrojtja të pandehurit Nuhi Uka, për takimin që në atë kohë kishte kërkuar Uka në cilësinë e kryetarit të gjykatës. Më tutje ai sqaroi se kishte pak i befasuar me kërkesën për takim, të cilën ja kishte bërë ish kryetari i gjykatës komunale në Prishtinë, por nuk ishte dukur jo normale ftesa e gjykatësit Uka. Dëshmitari Nëshliu për një kohë të gjatë u pyet edhe nga prokurori, por edhe nga mbrojtja të pandehurit Nuhi Uka, për takimin që në atë kohë kishte kërkuar Uka në cilësi të kryetarit të gjykatës. Më tutje ai sqaroi se ishte pak i befasuar me kërkesën për takim, të cilën ja kishte bërë ish kryetari i gjykatës komunale në Prishtinë, por nuk i ishte dukur jo normale ftesa nga gjykatësi Uka. Ai tha se me këtë takim kishte qëndruar vetëm 10 minuta. Edhe pse ishte ftuar si dëshmitar i prokurorisë, prokurori hoqi dorë nga dëgjimi i dëshmitarës Sebere Berisha, por dëshminë e saj e kërkoi Musa Dragusha, avokati të pandehurës Hasnie Balidemaj, për të sqaruar disa rrethana. Pasi që ushtruan gjitha pyetjet, dëshmitarja vetëm i konfirmoi ato që tha i pandehuri Nëshliu. Të gjithë të pandehurit në këtë çështje janë Nuhi Uka, Ekrem Agushi, Ferit Bislimi, Sanie Muçolli, Shemsie Shemolli, Ramadan Ratkoceri, Tihomir Mirkaq, Olga Janicevic, Hasnie Balidemaj dhe Gazmend Gashi, ku po akuzohen se kanë keqpërdorur pronat e kombinatit bujqësor KBI Kosova Export për përfitime të paligjshme. Të gjithë ish gjykatësit me përjashtim të ish kryetarit Nuhi Uka po akuzohen për nxjerrje të kundërligjshme të vendimeve gjyqësore, ndërsa Hasnie Balidemaj dhe Gazmend Gashi për ndihmë në nxjerrjen e kundërligjshme të vendimeve gjyqësore. Uka po akuzohet për shtyrje në nxjerrjen e vendimeve të kundërligjshme. Seanca që ishte parapartë të mbajtë të njëjtën u shtyp për datën 18 shkurt, pasi prokurori i çështjes nuk kishte mundësi shëndetësore që të paraqitej në seancë.